Përshëndetje miq, në ditën e sotme do të përgatis byrek 3 këndsh me peta të gatshme. Këtu kemi një pako me peta të gatshme. Do të përdorim 350 gram gjizë, e cila duhet të jetë jo shumë e lëngshme, po të jetë e tillë. 350 gram, 3 kokra vezë, 150 ml me vaj, 200 ml me kos, fara susami, krip, piper të zi dhe një paketë të tillë me plur pjekje. Petat i duam të jenë katrore dhe për këtë arsye në këtë mënyrë marrim vetëm këtë pjesën këtu, kurse këtë tjetrën do ta presim me thik dhe do ta largojmë. Pra petat i duam katrore. Më pas i largojmë për pak petat, marrim një enë më të thellë dhe këtu do të shtojmë kosin, vajin, do të shtojmë vezët, gjithashtu do të shtojmë krip, sipas shijeve tona, një paketë me plur për pjekje, një të plot, dhe sipas dëshirës do të shtojmë dhe piper të zi. Në këtë enën këtu do të shtojmë dhe shumë pak nga gjiza që kemi tek tasi, gati një lugë deri në 2 lugë gjelle. Dhe këto të gjitha do t'i përziejmë mirë me mikser. I punoj mirë me mikser që të krijohet një masë e lidhur e njëjtë. Lagim nga lëngu që kemi përgatitur nga një lugë, vendosim në petë, pastaj me ndihmën e furçës e hapim gjithandej mbi sipërfaqen e petës. Pasi e kemi hapur, edhe këto petët që mos na shkojnë dëm, mund t'i përdorim dhe t'i vendosim një nga një në mes të petës. E palosim në këtë mënyrë petën, përsëri këtu, me ndihmën e furçës e lagim pak, jo shumë, dhe mund të vendosim nga pak gjizë. E palosim në këtë mënyrë. E lyejmë po përsëri me kremin e përgatitur dhe e mbyllim në këtë mënyrë. Dhe e kemi byrekun 3 këndsh gati. E vendosim tek tava për pjekje. Do të vazhdojmë kështu me të gjitha petët. Në këtë mënyrë do të shtrojmë nga një lugë nga kremi i përgatitur dhe me ndihmën e furçës e hapim mirë në të gjithë sipërfaqen e petës. Tani që i kemi përgatitur, i kemi vendosur dhe në tavën ku do t'i pjekim, sipër i lyejmë përsëri me pak nga brumi, nga kremi që kemi përgatitur, me vezë, me kos dhe vaj, i lyejmë sipërfaqen e byrekëve nga pak, i hapim mirë me furçë dhe sipër tyre mund të vendosim fara susami, sipas dëshirës. Dhe i kemi gati për t'i vendosur byrekët 3 këndsh në furrë. Do t'i vendosim në 200 gradë në një furrë të ngrohur derisa të piqen të marrin ngjyrë të bukur pjekje. Vazhdojmë me gjizën dhe po në të njëjtën mënyrë e mbyllim. Njëherë nga kjo anë, njëherë nga ana tjetër. E lyejmë përsëri dhe përsëri e palosim. Kaq kam lënë ata të parët, kurse këta të fundit mund t'i lyejmë përsëri dhe t'i bëjmë më të vegjël, në këtë mënyrë. Dhe i vendosim në tavën ku do t'i pjekim. Sipër tyre do të vendosim nga kremi që na ka ngelur, i lyejmë mirë. Gjithë sipërfaqen e tyre, kjo jep një pjekje, një ngjyrë pjekje më të mirë nga veza.
Dhe më pas do t'i vendosim dhe susam. Dhe pasi vendosim susamin, do t'i vendosim në furrë për t'i pjekur në 200 gradë për 20 minuta, për 25 minuta, derisa të marrin atë ngjyrën e bukur të pjekjes byrekët. Sa po i kam nxjerr nga furra dhe byrekët, janë pjekur dhe i kam bërë në 2 mënyra. Këto janë pak më të vegjël dhe këto janë ata të parët që bëra në fillim, janë pak më të mëdhenj. Janë pjekur, kanë marrë një ngjyrë të bukur. Këto janë pak të nxehta tani, nuk i prekim dot me dorë. Këto i kemi pjekur më parë. Dhe mund t'i shikojmë që janë bërë kaq të mirë, kanë aromë fantastike të mirë dhe na bëfshin mirë.